Mbrëmjen e djeshme gjatë prajmit të Big Brother VIP 4, në pjesën e publicitetit, Gjesti ka bërë një bisedë me Egli Takon. Teksa ju afrua dhe e përqafoi, Gjesti ishte duke e parë në sy. Kështu më ke bërë lëmsh që ditën e parë me këto sy, i tha Egli Gjesti. Por ky i fundit i tha disa fjalë shumë të bukura. Çfarëdo që do të ndodh, po të them një gjë, që unë vet jam krenar për ty, ta them unë i pari, lere më familja e të tjerët, s'po flas më kur unë vet jam krenar për ty sinqerisht. Ke dhënë shumë gjëra të forta brenda, shumë emocione, i tha Gjesti. Më pas gjatë prajmit ata folën për marrëdhënien e tyre dhe shprehën se janë çift. Është diçka e madhe se për herën e dytë që erdhi kam vënë re se nuk po mundja të rrija larg edhe më ka munguar shumë, tha Gjesti.